A mendon që duhet punojmë ende në drejtimin për me kuptu rëndësinë e eficiencës së energjisë? Po, sigurisht, se kemi edhe një prej nën komponenteve të projektit që është edhe ngritja e vetdijes së qytetarëve për eficiencën e energjisë. Jemi duke punu në dizajnimin, në përfundimin e fushatës, është një fushatë që ka me fillu, edhe po, është shumë rëndësishme se nuk është eficienca e energjisë vetëm fikja dritave, ka shumë se aq. Ose A+, 3+, që shikojmë të gjitha teknologjitë e Tu fillu për asaj që është piknisje e parë. Krejt ka pak. Po, duhet edhe sjelljet tona me ndryshu. Do të thonë, ka nevojë me ndryshu sjelljet tona si sillemi në çdo ditë. Kështu që edhe ajo do të vi, edhe fushata vetëdijsuese, fushata ende s'është lancuar. Jo, nuk është lancuar, është duke u përgatitur. Fushata është duke u përgatitur. Po në këtë aspekt të fushatave, me që e di që ju ndjekeni shumë kështu edhe nga shkollat edhe nga nxënësit, ne jemi në prag të lancimit të një gare më të madhe për nxënësit, sepse konsiderojmë që sjelljet ndryshohen edhe fitohen edhe nga gjeneratat më të reja, edhe ne jemi duke punu intensivisht që t'ju qasemi shkollave, grup moshave më të reja, që të kuptojnë thellësisht se sa e rëndësishme është energjia, kursimi i saj edhe eficienca e energjisë. Prandaj, javët në vazhdim do të fillojmë me garën fillimisht për shkollat fillore, publike dhe private, do të nuk i kemi përjashtuar, ku do të kenë mundësinë të garojnë me temat e eficiencës, edhe të shpërblehen punimet më të mira. Pastaj kemi edhe bashkëpunimet të tjera, do të thotë edhe me UNICEF-in këtë rast, kemi sepse qëllimi, do të thotë unë e përmenda në fillim që fondi nuk e ka mandat vetëm implementimin, po edhe promovimin e rëndësisë. Kështu që jemi do të thotë duke punuar që të fillojmë me grup moshat më të vogla, po thamë kështu shkolla të mesme të ulta, klasë 6 deri 9, e tutje, që të shtrihemi me projekte në mbar Kosovën, që të kemi do të thotë një promovim sa më të madh të rëndësisë, eficiencës së energjisë. Sidomos tash në prag të dimrit, kur viteve të kaluara jemi përballë do të thotë edhe me kriza energjetike, jo vetëm Kosova, po mbar bota. Tash befasohemi nëse s'përballemi me këto kriza fillohet patkeqësisht. Te këto garat janë të informuar shkollat, e keni bërë publike këtë? Javën në vijim do të bëjmë publike, do ta lansojmë zyrtarisht dhe ne kemi bashkëpunim shumë të ngushtë edhe me asociacionin e komunave dhe do të informojmë drejtoritë, shkollat dhe mediat dhe të gjithë. Dhe do të kenë mundësi të gjithë nxënësit që të gjejnë do të thotë të gjitha informatat në webfaqen tonë, në faqen tonë në Facebook dhe në të gjitha rrjetat tona sociale, por ne gjithashtu jemi të qasshëm edhe përmes telefonit edhe të na kontaktojnë në mënyrë direkte.